E di kush ma vodhi kumë dhe mram. Ti ku fadilt me mal në zant, po nuk e tërgoj. Edhe herë. Po flasim për këtë djalin e Kiçoblushit Benin. Beni esën vet. E di kush ma vodhi kumë dhe mram. Ti ku fadilt me mal në zant, po nuk e tërgoj. Kiçoblushi, më falni, respekt për Kiçën, Ben Blushi, për ju, miqt e shokët e mi që du shumë, edhe s'keni lexu kur një libër në jetën e juj, ju manzakët e mi. Ky është një deputet. Mirë po, për miqt e shokët e mi, poet e shkrimtar, ky është djali i Kiçës, Kiçoblushit, që bon edhe të filmin Beni esën vet, në qoftë se unë nuk gaboj. Ky është deputet. Edhe ky ka shkruajtur edhe sa libra, sa romane, që për fat mirë unë nuk i kam lexu, se kur unë lexoj librin e dikujt, shkrimtarëve dhe poetëve unë i përulem, edhe zguxoj pastaj, në qoftë se i shoh në një mënyrë që mos harroj nervat, nuk guxoj t'ja përmend emrin, kështu që shqyr që s'kam lexuar ndonjëherë në rresht nga Kiçoblushi. Mirë po, mu më doli një video aty në YouTube sot, edhe nuk e di nëse është video që kurshme e këtij Ben Blushit në parlament ku ma një paço fjalim aty, si një grua keqe, si një shpirfarake akuzuese, njeriu që akuzon, nuk ka gjë më të keqe në botë se akuzuesi, bile shejtan, që ju e keni mësuar që është ai satani, shejtan në gjuhën hebride do të thot akuzus, ai që akuzon. Akuza vëllezër e motra është shumë e keqe. Mos akuzoni njëri edhe sidomos pa pas baza, e jo në terren, pra me gënjeshtra, me sajesa, me spekulime, me hamendje. Po nese ky man një fjalim aty që unë dyshoj me vend dyshime, luhatëm, flet për Edi Ramën në të fjalim, edhe thot që Edi ka ardhur tek ne, unë e di si është vu kryetar bashkia, ka ardhur tek ne tu qajt. Pra Edi Rama ka ardhur ke Ben Blushi tu qajt ke Beni, se që ka Beni pas ka qenë, ose kam ditë që ka qenë Beni ndaj kryeministra, ndaj presidenta Çaleshin, që pas ka shku Edi Rama edhe pas ka qajt. Pra Edi Rama, thot kjo në fjalim, ka ardhur ka qajt si kalamo që ta vejmë ke unë edhe ke disa tjerë. Po nuk e tërgoj që ka qajt, se s'tërgoj me kë kam pi verë e me kë kam pi raki. Nuk e tërgoj që s'ka tu me tërgu të thej që ka ardhur ka qajt e kun, po nuk e tërgoj, se nuk tërgoj. Ky është deputet, ky është shkrimtar, ky është djali i Kiçoblushit. O zot, vaj me det, të shti. Por Kiçën, unë ruaj respekt. Kiçën e kam lexu dhe i kam harru të librat që kam lexu, por Kiçën, unë ruaj një respekt dhe ndoshta kam të gabuar, po kështu e kam sa ju. Si që dini ju, miqtë e mi, fshatarët e mi të Manzës natyrisht që di, po dhe ata që më djeken mu të Manzës, ata janë rritë vonë, masi unë kam mësik në Amerikë. Unë në Manës kam qenë njëri varfër, njëri kështu e përfundova jetën. Kështu e nisa i varfër dhe kështu po e përfundoj. Po s'ka gjë. Mendoj që jam shumë i pasur në shpirt. Mendoj që kam mjaft pasuri
në kokë, në tru, po kryesisht në shpirt. Edhe kam dashuri pa fund për njerëzit e mi, për shqiptarët e mi, për shokët që njoh, edhe në qoftë se nuk i takoj, edhe në qoftë se me disa mund t'jemi zonë dhe me grushta në reni, edhe ndoshta s'kemi pas kohën të pajtohemi. Unë shpirt për gjithë kam vetëm dashuri, mirënjohje. Kështu që besoj që jam i pasur në shpirt. Edhe ata që më kanë bërë keq, nuk i kam kur lutë Zotin të jenë keq, por kënaqem të jenë mirë. Kështu që nga janë nuk jam aq i varfër, jam shumë i pasur nga ata. Iki nga kjo botë i qetë dhe me plot pasuri, kam kriju shumë pasuri, sepse kam kriju dashamirësi për gjithë, për çdo lloj njeriu, edhe me ato që jam zonë, edhe me ato që kam rraf që m'bjen keq, për shembull sa mësues të mi, i kam rraf edhe të mdonin, ju më sakët e mi e dini, që pothuajse të gjithë mësuesit e mi në shkollë të mesme, unë i kam rraf në për korridor shkollësh, kështu që s'kam shku në burg, edhe i doj edhe m'dun, edhe m'kan dash. Ashtu di, kjo punë. Nëse, sa vje keq për edhe mësues të mi, por i kam dash shumë. Nëse, kur unë isha në fshat në Manës, ato brigadierë të Manzës, me që dinin, së unë punore kooperativ, edhe përgjegjësi sektorit, ka qenë një Fiqeri Farruku, një njeri mrekullueshëm. Unë isha në shkollë, me korrespondencë në Tiranë, edhe më mandë aty roja katë, kishte 5-6 roja, kishte Fiqeri Farruku, aty te që quhet e Manzës, aty ku marrë një lom gruni, edhe mandë roja, vetëm që të paguesha unë, edhe studioja, se kisha kohë studioja, se jepja provimet në gjullë dërsi, kështu me korrespondencë. Bile aty, se kalëm nga tema, vjen Meri, Nurga, poeti joni mrekullueshëm, vjen se vinte dhe të kalon të kohën me mu, e po është i ma shumë roje, po është i më 6-7 roje, aty vinte dhe veti, poeti tjetër nga Manse Serveti, kështu që nuk ishte roje e puna ime, a ishte, se s'kishim qërunim, ishim plot roje, po aty vjen Meri dhe ishte një lom gruni aty përpara, një lom. Pra gjithë brigadat kishin nga një, na i themi tur, nga një grurit madhë të lom, 5-6 grumbuj gruri. Një ishte brigadës që la vjetë Fiqeri Kurdit, Qamil Kurdit, tjetër, grumbulli tjetër ishte brigadës Nikut, për shembull, Nik Farrukut, grumbulli tjetër ishte e brigadës zoni tim, zonë Gjogës, e kështu më radhë, se cilin nga brigadierët, përveç rojës së përgjithshme të sektorit, që ishte zonë Farruku, edhe Fiqa i mrekullueshëm përgjegjësi sektorit kishte dhënë edhe mu, si nimësi zonit, që unë studioja, që s'duhen harru këta se njerëzit harrojnë deret, e manë të detyroje katë, që studioja, sikur se manin dhe brigadierët të zhurka, ata brigadierët të mrekullueshëm të fshatit tonë, me që unë studioja, me që doja të shkoja vjersha artikuj në për gazeta, me linën e ty, naturisht në vendin e tyre dëzhurn, po është një dëzhurn të telefoni, po më linën dëzhurn, unë studioja aty, lexoja aty, shkruja aty, edhe e paguesha dhe ditën ike për Durrës për Tiranë. Po vjen Meri aty, edhe thot Meri, po mirë më sa mi merr Nurga, por shtuan gjithë 5-6 roje këtu, po ka ata çdo lëm grure të arrishin sipër majës ati grumbullit grurit, bëhej si piramidë, thashë si syu i piramidës, syu që shef gjithë shka i piramidës, se cili për tyre t'jen majtë grumbullit natën, edhe e zinë të gjumi atje. Edhe thoshte Meri, po pse mor sa mirë, ju 2 roje këtu, me gjithë mund 3, me gjithë servetin 4, edhe 5 roje aty, gjithë natën, që bëjnë ata rojet aty, se cili në një grumbull gruri, po para komve tona, kur ne rrinim zgjullë si lugetrit, ne lunim fsha dhe bone vjersha, kur qoheshin orët 1 natës, qohej një nga këta,
edhe fillon dhe me shpejtësi si ai urithi, e mirë të grurin me dorë nga grumulli tjetër, edhe binte dhe grumulli vetë, që të shton të shit sa ka prodhu brigata jonë, edhe mas e kishtë morë gjysmën nga grumulli tjetër, një të shprap atje për 7 palë qefja fusë në gjumrit për që esë do të kalnohesh në esë të brigadiri, shif sa e kam rrit atë grumulli. Kur sa zinë të gjumrit, qo është tjetëri, ja merë të këti, edhe këtë bunin këtë gjithë natën, ja dhinën njëri tjetëri, kur këdhinë të mjesi, ishin ato grumit e grurit, po një loj si që kishin qenë dargët. Nese. Edhe unë isha dhe me këtë Fadilin, dhe shaten, me qajmë tim, ne runim një tuf lopërsh, grumull lopërsh, që quhet kopej lopërsh, e kam arru emrin, tuf duke quhet, kur ke më shumë se 5-6 lopë. Dele quhesh, ata dele të 10 quhen kopej. Shikoj që kam harru të shëros Shqipja. Edhe i qonin në pyll në kodrët e Mancës, nga kodrët poshtë kodrët e Mancës, ku është një lukin e bukur atje, fillon nga qafa vërezëve, e qujmë ne, e deri të gropa e Ranës. Qafa e vërezës ndan Monzën me Gërdecin, gropa e Ranës ndan Monzën, Ishmin edhe Prezën. Ajo lugina që vjen poshtë, formon të një lugin të bukur atje, një luall të bukur, një plaje mrekullueshme mes një fushë bukur mes kodrëve rrethume nga gjithë anët, edhe quhesh Zalli i Gërdecit. Pak poshtë zallit, ku maron dhe zalli, ishte me njëra e Qëmërgurit të Gërdecit. Edhe ne i binim lopët atje në vapët, poshtë zalli, se atje ishte dhe një pruj vogël, ishte dhe një si tip sonde, një tup këshu që kishë bo kërkime arkeologjike, edhe nga jo dilte një uj, me një amës shumë të keqe, po të uj pinim ne, se s'kishte uj në verë, në borimet kishin shtëru. Edhe atje ishte minjera. Unë rria atje poshtë në atë luall, edhe mirje libra me vete, mirje fletora me vete, lexoja dhe shkruja dhe disa nga minotorët që punonin jashtë jo mrena galerisë, kishin bo miqësi me mu, unë isha djaleri atëre, 17 vjeç diçka e tillë, ata ishin burra nga 20-35 vjeç, edhe vinin ata aty, kishin kriju një lloj i respekti, pas një lloj dashamirësie për mu, edhe kishin një lloj me që lexoja, shkruja, ku do di unë, edhe nuk e di nëse i kishin lexuar një herë ato gjanat që shkruaj, por aty vika për me bon një stazh partie bonin këto komunistët, dhe nga Kiço Blushi dhe ato e sjellin Kiçon tek unë. Pra, shiko sa njerëz mirë kanë qenë ato njerëzit e tanë të parë. Koha e komunizmit ne thonë që shplau njeriu nga vërtytet e larta të njeriut, por ka pas nga vërtyte që dhuroj ajo fukarallik, ajo të qenit bashk, pra nuk pati vetëm të këqia, ka pas dhe të mira, u prishë më shumë ne mas në kohën e demokracisë, mas komunizmit, ndoshta se qem lidh me ca pranga të padukshme dhe u zgjidhim si e qeni që morëm vrapsan e këtej, po se kemi morë akoma me shpalosim jo vërtytet dhe cilësitë e larta të kombit tonë, po nëse këta e sollin Kiçën atu dhe aty ku isha unë dhe pastaj takohesha me Kiçën shpesh, e më thoshte Kiçës që do t'i marrë ca nga ato krijime, do t'i çojë t'i botoj, nuk arriti të botoj asgjë, sa dhe unë nuk shkruaj atëherë në nivelin që mund botoheshin. Botova vonë, mos një 4-5 vjetëve më shumë, mas isha njoh me Kiço Blushin, edhe nimën kryesore, Madha Demir Gjergji, që edhe në botoj poezit e para disa miqë të tij në sëri i rinis, edhe njohu me Ademi Strefin, ku botoja pastaj tek Nëntore, dhe fillova pastaj edhe Dori e Bardhy London, botonin sate drita, ku do t'ju. Por unë krijova një respekt të veçantë për Kiço Blushin, edhe kam dashur të lexoj librat Ben Blushit, duke qenë se është djali Kiçës, shansi mirë që si kam lexuar asnjë libër, s'm ka rënë dorë asnjëherë, nuk e njoh letërsinë. Mi po, kur e kam pas sot
në video, që nuk e di nëse është video e sotme apo që kurshme, kur ai flet me një gjuhë që mu nuk ngjall prej shkrimtari, prej poeti, prej njeriu të artit, por si një njeri pothuajse kret, pa shpirt, pa horizont, pa kulturë, pa njohuri, tamam si ata rrokeqërit e këqij që vishën me kollare, edhe njerëzit shpirtliq që ka një koltuk në parlament, edhe ma hapi gojen, edhe pse më vjen shumë keq është djali i Kyçoblushit që të mos e maj atë gjuhën zgjidhur e të flas sa më shmim du të flas për këtë lloj njeriu që del aty në radhë parë ai në qoftë se shif sa 3-4 të këqija që pash në atë kelim e keqja e parë është një mburravec i përshtyshëm ku s'ka asgjë që Edi Rama pas ka ardhi që ke lutët hiq, pas ka qatë e ka i si kalama që ta bëjnë kryetar bashkie dhe ky me ca shoke pas kanë bo. Në radhë parë, kjo është një gënjeshtër me zero me çufka, si kemi thënë, një gënjeshtër me bishtë e gjitha. Për arsye se unë e di që ai i pari ti, paraprirësi ti, Fatostano ka deklaru para këtij Ben Blushit që e mori gjoja Edin nga Franca, nga Parisi me thojnë të paprajem që prap unë edhe këta se kam përqy edhe nuk naqem me këtë thënie të këtij të Fatostanos, me gjithsa është i shkëput nga konteksti dhe nuk e di kontekstin, duhet me pas kret fjalin me ditë, por kur janë fjali që mund shkëputën nga konteksti dhe të interpretohen ndryshe njerëzit e politikës, njerëzit e shtetit, njerëzit që kanë poste, ofiqe, njerëzit diplomatët, njerëzit e parlamentit duhet të kenë shumë kujdes. Ato si janë Sami Gjoka që kur flasin të thonë fjalët me kujdes që edhe të shkëputra po t'i marrin mos të keq interpretohen, por si të qoftë pa u stërhollu me këtë abuzimin shtetëror që pas ka bo Nano që vika në pushtetet e që don ai dhe kur ai nuk pas ka përshtypjet e veta që apo bindjet e veta që ky njeri meriton të jetë kryetar bashkie vendos, ai tregon abuzim me posin, por si të qoftë ai rrëfen që ai dhe jo djali Kyços Ben Blushi e ka sill apo e ka bo Ramën kryetar bashkie. Pra nuk mund ta marrë tash stafetën Beni, edhe nuk mund ta marrë në parlament. Në parlament i jep llogari, mo qene birqeni, në qoftë se pas ke vu një njeri, në qoftë se ti e pas ke vu, bëja jote. Ndersh bole, ndersh bëthë, merrni si doni, se një lloj ngjallë nga fytyrë koka si bëthë bole, ka gjallë sot djali Kyços Beni. Pra, në radhë parti nuk mund të shpajsohesh, por e bën veten si njëri paqavure, po qëse ti pas ka pas fuqita dhe e ke Edin se çfarë njeriu vike. E dyta, ti po mashtron e po gënjen me maskara. Ndoshta ti e ke gjuhët e kur ka qa, ke Fatostano, po jo që ta shqa ty Edi Rama, nuk ka force në botë më bind mu që kjo është e vërtet, edhe që ti nuk po shpif, ose nuk sajon, ose ashtu të duken ty, diçka që ti s'ke qenë vetë, as kushi, dhe s'ka pasës gjë. Ti mund të bosh dika, mund të bosh Sami Gjokën, dhe një shkallë, mund të rrisësh me bondere, dëri sa dhe frohë ty, po gjithmonë një post në vetën tate. Kur në vetën tate? Këtë s'ta besoj. E treta, ti thu që a i më është lutë dhe është qa, pa unë nuk e tërgoj, se unë nuk tërgoj me ka pyrë vere, me pyrë aki, mari idiot, si jeti shkrimtari, si jeti politikan, e si më mboshti politike diplomaci në parlamentin tonë, kur ti thu, ka artë tek ne, më është lutë ta bëjmë kryetar bashkie duke qasi kalama, po unë nuk e tërgoj. Qa do tërgosh ti mo ti e tërgove, mor idiot? Vlezër e motra, këta janë njerëzit
që ne kemi në parlament sot. Kur edhe ky që ne gjoja majmë si beqim shkëmtari, e birë shkëmtari, është njëri ka që i rëndomt në fjalë, ka i shpifarak, e tinzar, e i lik, atëherë, çfarë presim ne nga parlamenti jonë? Sami Gjoka, ju përshëndet.